shqiptar. Mblodhen. Mira e mira të ri. Dhe i sollën nga Morina në teritorin shqiptar, Puk, Shkodër, për t'i qua afër Tivarit në një grop natyrale të madhe, të rrethuar nga të katërant me mitroloza, ku grinë në një natë miravet, por përveç kësaj, qindra të tjerë janë pushkatuar nga Morina, gjerët sa kanë kaluar lumin e Bunës në Shkodër. Dhe të gjitha këto, duke ju raportuar në Vërhoxh, dhe Edi Rama i din mirë këto, po Edi Rama i përket asaj familje, ndaj dhe ignoron genocidin. Dhe pastaj thot, vendi është i shenjtë, ky vetëm atë dhe nuk ka. Ky është shtruar në këto kohë, po të më pyesni mua, nuk ka një armik më tegër Kosova se Edi Ramën, aq sa ç'ishte Enver Hoxha dhe më shumë. Raid Beqiri, a keni ndonjë plan konkret për ringritjen e PD-s me persona të papërfolur dhe të konsumuar në vite, duke qenë se tani nuk rrezikohemi më që të ham barë? Raif, faleminderit për pyetjen. Në qoftë se e ke ndjekur kuvendin, me qëllimin më të plot, më të thellë dhe më të mirë, e quajtëm kuvendi i ripërtritjes. Një gjë do të them, dhe do të bjem dakord bashkë, se këto demokratë dhe demokratë, besoj se jemi dakord, kaluar një kalvar të pamerituar që se ka kaluar asnjë forcë politike. Në Europë, ndofta dhe me gjërë. Dhe secili prej tyre mund të largohej nga rrjeshti. Mund thoshte se ose ç'më duhet mua, ose se unë jam tërhequr. Por qëndruan me besimin se kauza që mbronin ishte kauzë e drejtë, dhe me besimin se binjen se Shqipëria duhet të ketë opozitë të vërtetë. Do më lejoni të bëj një sqarim, edhe unë t'jeni të sigurt që përpiqem t'u them të gjithë brendin e shpirtit tim ato që kam. Nuk jam kthyer në PD, në Partinë Demokratike, se më shpalli non grata Antony Blinken. Jo. Përkundrazi. I kam thënë Lulzim Bashës, Partia Demokratike nuk do të përzihet në asnjë çështje timen me administratën amerikane. Si tek i thashun po. Unë nuk e di se ai ishte nga Hoti, po. I thash e djatë fjalën e Hotianer, çfarë tha? Mëj me Zotit pushka e Hotit. Edhe unë këtë betejë do ta bëj vetëm. Ndaj dhe mos u përzjej, po. Tani, pse ndryshova? Se pash më vonë nga zhvillimi sa ishte një kukull e kontrolluar në gjitha anët. Dhe pastaj unë atë s'mund ta pranoja kur. Opozita shtylles e sovranitetit brendshëm të një kombi. Në qoftë se opozita nuk është e vërtet, shtylla e sovranitetit është e kalbur. Ndaj dhe u ktheva vetëm që të ketë vetëm një opozitë të vërtet. Dhe këta figura që thoni ju, këta ndoqen këtë ligj. Tani duke thënë këto, po të garantoj se të gjithë ne jemi të vetëdijshëm dhe ndaj dhe shpallëm kuvendin tonë si kuvendi i ripërtritjes. Besoj e dakord me mua, do ta pranojmë si një proces,
si një proces të pandalshëm dhe Antonio Ponde, Dr. Berisha, kur do t'i bashkoheni zërit e atyre çdo minut unë jam në shesh dhe në mbështetjen më të madhe që unë mund t'i jep asaj proteste. Por, fizikisht unë nuk jam aty. Edhe nuk është vendi im aty fizikisht, sepse ajo është një protestë qytetare. Unë kam porositur për eras të gjithë antarët, drejtuesit e Partisë Demokratike që në atë shesh do t'jenë vetëm si qytetarë. Prania ime aty, dëmton, me vetdije ja u them, dëmton fibrën më të fuqishme të protestë, fibrën qytetare. E jep nuanca të panevojshme, le ta lam, ajo ka arrit një madhështi dhe unë mua më mbetet ta respektoj atë. Por pra kjo është arsyeja që unë nuk kam normen të shkoj, por ta mbështes atë me të gjithë forcën time. Nuk duhet të ajo është politike, po të themi nuk duhet të humbas karakterin e saj qytetar, sepse ka rritur shumë dhe të bëjmë gjithçka të arrijë qëllimin ashtu siç është. Dajona Ruka, pas heqjes së pengesave për udhëtimin tuaj dhe të familjes tuaj në SBA, ende ka individ përfshirë ish-demokrat të afërt me Lulzim Bashën, që nuk e pranojnë këtë realitet dhe pretendojnë se bëhet fjalë për një vizë për arsye shëndetësore. Si e shpjegoni faktin që disa vazhdojnë që të mos pranojnë se mund të kenë qenë të gabuar që në fillim? Tani, unë them që s'ja vlen të merremi shumë me ta, por ajo që çka unë ju garantoj ju, se njoftimi zyrtar që më është bërë mua, është se vendimi nuk përfshin vetëm Sali Berishën, por përfshin dhe familjarët e tij, një lloj familjarët e tij. Dhe unë ky vendim zyrtar më është komunikuar nga organet zyrtare të Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, qartë dhe prerë. Kurse për sa u përket